Të dashur student, i nderuar staf akademik, administrativ, të nderuar zonja dhe zotrinj. Po ju paraqitem si rektor i Universitetit Femi Aganin Gjakov nga hapësirat e kampusit universitar. Me 9 dhjetor të vitit 2024, së bashku me Ministrin e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, zonin Arbrien Agofsi, së bashku vendosëm gur themelin e ndërtimit të objektit fakultetit të mjekësisë brenda kampusit universitar. Gjatë asaj kohe kishte zëra që ky do të mbetet vetëm një gur themel. Dhe koha, në një ditë të bukur me diell siç është kjo sot, koha po e shpërfaq që ajo nuk mbeti një gur themel dhe siç mund të shihen prapa meje, do të thotë ndërtimet po vazhdojnë, edhe brenda një viti është ndërtuar lamela A dhe lamela B. Tash do të vazhdohet, do të shohim që lamela C është shtru, do të thotë themelet, edhe po ashtu e kemi edhe lamelën D, që është bo bazamenti i betonuar, edhe do të vazhdoj tutje ndërtimi. Në aspektin e planit të ndërtimit, mund të them që ndërtimi është duke shku me hapa edhe më të shpejt se sa plani dinamik për ndërtimin e kampusit. Kjo fal një koordinimi të shkëlqyer edhe mbështjetjes së pakursyer të mashtit edhe në ndërtimin e këtij kampusi. Andaj, ju falenderoj gjithëve e mirë takofshim në përvjetoret e tjera.